Në GKK u zhvillua seanca e radhës për dosjen e njohur Plumbi Art, por kjo u shtyp pas kërkesës së avokatëve të Henrik Hoxhait, të cilët kërkuan më shumë kohë për të përgatitur pyetjet për të pandehurin Nurettin Dumani. Gjatë seancës, Giuliano Hoxha dha një dëshmi të rëndësishme ku ai akuzoi Erion Alibej si organizator të vrasjes së Kastrios Kilës dhe shpjegoi se Alibej kishte qenë person që kishte urdhëruar ekzekutimin e tij, duke i hedhur poshtë për fshirjen e Soel Çelës. Në këtë seancë, Nurettin Dumani gjithashtu dha detaje të rëndësishme për lidhjen e tij me Henrik Hoxhain, duke zbuluar se ata kishin njohur njëri tjetrin në fund të vitit 2019 dhe ishin takuar personalisht në një ngjarje në 30 dhjetor, ku diskutuan për ngjarje kriminale të shumta. Dumani gjithashtu shpjegoi se për më shumë prej ngjarjeve që kishte organizuar, ai nuk i kishte treguar Henrikut, pasi e konsideronte të pasigurt dhe të paqëndrueshëm. Një zhvillim tjetër i rëndësishëm i këtij procesi është deklarata e Alibej, i cili tha se do të fliste dhe shpaloste të gjitha informacionet e tij pas dëshmisë së Turemanit, duke premtuar se do të ofronte një pasqyrë më të qartë të ngjarjeve që kanë ndodhur dhe rolin e tij në to. Ky premtim mund të sjellë një kthes të re në hetime për këtë dosje të rëndësishme, pasi pritet që të hellë dritë mbi lidhjet e ndërlikuara të përfshira në këtë çështje të rëndë kriminale.